Bashkia e Pogradecit ka reaguar zyrtarisht pas intervistës së Mari Gushos, vajzës së poetit Lazgush Poradeci, e cila hodhi akuza ndaj këtij institucioni lidhur me trajtimin e figurës së poetit dhe organizimin e një aktiviteti përkujtimor në Austri. Në reagimin e saj, bashkia sqaron se nuk është organizatore e aktivitetit që do të zhvillohet në Graz të Austrisë për vendosjen e një pllake përkujtimore në banesën ku ka qëndruar Lazgush Poradeci, por merr pjesë vetëm si e ftuar, pasi organizimi realizohet nga ambasada shqiptare në Austri. Sipas bashkisë, Mari Gusho është ftuar të jetë pjesë e delegacionit të Pogradecit për këtë aktivitet, por kjo ftesë është refuzuar prej saj. Bashkia ka sqaruar gjithashtu se Pallati i Kulturës në Pogradec mban emrin Lazgush Poradeci, që prej vitit 1988 dhe ky emërtim nuk ka ndryshuar asnjëherë. Sa i përket qendrës multifunksionale Pogradec, institucioni thekson se ajo nuk ka ndryshuar emrin e qendrës kulturore dhe funksionon vetëm si strukturë për zhvillimin e aktiviteteve kulturore, artistike dhe sportive. Në lidhje me akuzat për fatura false dhe keq menaxhim financiar, bashkia deklaron se shoqëria QMP SHPA funksionon sipas legjislacionit në fuqi dhe është subjekt i kontrolleve të vazhdueshme nga institucionet përkatëse, pas një shkelje të konstatuar deri më tani. Sa i përket shtëpisë muze të Lazgush Poradecit, bashkia thekson se banesa është shitur nga vetë trashëgimtarët dhe aktualisht ndodhet në pronësi private. Institucioni shton se po punon prej vitesh në bashkëpunim me Ministrinë e Kulturës për gjetjen e një zgjidhjeje që ajo të kthehet në shtëpi muze. Në përfundim, Bashkia Pogradec u bën thirrje mediave dhe publikut që të shmangen akuzat e pavërteta, duke theksuar se kanë nderuar vazhdimisht figurën e Lazgush Poradecit përmes aktiviteteve kulturore dhe se Mari Gusho ka qenë gjithmonë e ftuar në to.